Procesi dezinsektimit nga mushkonjat në Vlorë ende nuk ka nisur. Në një kohë kur temperaturat janë në rritje dhe sezoni turistik ka filluar, mungesa e ndërhyrjeve konkrete rrezikon të përkeqësojë edhe më tej situatën. Temperaturat e larta dhe lagështia favorizojnë ciklin e tyre të shumimit, duke bërë që popullata të rritet me ritme të shpejta se vitet e mëparshme, dhe në fakt kjo gjë tashmë ka ndodhur. Aktualisht prania e mushkonjave ka nisur të ndihet në disa zona të qytetit, duke shkaktuar shqetësim tek banorët. Megjithatë, problematika paraqitet edhe më e theksuar në zonat periferike, ku kushtet janë më të favorshme për shumimin e tyre. Banorët shprehen të shqetësuar për këtë situatë, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes, ku prania e mushkonjave rritet ndjeshëm. Përveç bezdisë së tyre të përditshme, ekziston edhe frika për rreziqe të mundshme shëndetësore, pasi mushkonjat njihen si bartëse të disa sëmundjeve infektive. Nga ana tjetër, ekspertët theksojnë se procesi i dezinsektimit duhet të kishte nisur më herët në mënyrë parandaluese. Sipas tyre, ndërhyrja në fazën e hershme, kur mushkonjat janë ende në stadin e larvave, është shumë efektive dhe më pak e kushtueshme se sa trajtimi në fazat e mëponshme. Vonesa në nisjen e këtij procesi rrezikon të ketë pasoja të drejtpërdrejta, ndërsa qytetarët kërkojnë marrjen e masave në kohë, e megjithëse tashmë duket se është tepër vonë. Jo, këtej s'ka pasur, po gjithmonë sa vjen sezoni këtu ka mishkonja, e ke rrafshën mishkonja. Jo, janë ujërat e zeza. Të gjitha ujërat e zeza derdhe këtu në kanale. Nuk spunojnë të pasionet. Edhe këtë vit do të ketë probleme? Po, gjithmonë, çdo vit, as i kanë bërë ndonjëherë me ilaç. Duhet të dezinfektohet? Po duhet çdo vit. Parat jepen, investimet janë. Që nuk ka nisur, po unë nuk rring të lagje. Gjithsesi duhet se s'bën. Situata në Vlorë vazhdon të mbetet problematike nga mushkonjat, duke qenë se jemi në sezonin turistik. Televizioni 6+1 Vlora gati një javë më parë transmetoi një lajm ku ju hap drita jeshile nisjes së procesit të dezinsektimit nga mushkonjat. Procesi, i cili kishte mbetur i pezulluar për shkak të një procedure tenderimi, solli vonesa të konsiderueshme dhe sipas autoriteteve shëndetësore do të niste, por ende në terren nuk është parë asnjë makinë apo specialist që të bëjnë të mundur nisjen e kësaj procedure. Ndërhyrja duhet të përqendrohet fillimisht në zonat problematike pranë kanaleve kulluese, lagunave dhe hapësirave, me prani të ujrave të ndotura, aty ku mushkonjat shumohen më shpejt. Vonesat në kryen e dezinsektimit mund të ndikojnë jo vetëm në cilësinë e jetesës të qytetarëve, por edhe në sektorin e turizmit, nëse masat nuk merren në kohë. Ndërkohë mbetet për të parë nëse afatet e lajmëruara nga institucionet do të respektohen, por deri më tani nuk ka filluar asnjë procedurë e tillë, ndërsa qytetarët presin që kjo problematik të ketë një zgjidhje, për shkak se jemi edhe në nisjen e temperaturave, ashtu si kundër edhe në sezonin turistik.